pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë aq rëndësi namazit, derisa tregon edhe për rrezikun e lëndjes së namazit, dhe thot që obligimi dhe detyra që na dallon neve, pra shtyllat që na dallon neve dhe veprimi që na dallon neve mes besimtarit dhe mes shirkut, është lënia e namazit. Vëllezër të nderuar, njeriu i cili nuk posedon mundësi financiare nuk ka obligim haxhin. Ai i cili nuk posedon obligim financiare nuk i ka obligim zekatin, edhe përfundon kjo çështje. Ai i cili nuk ka mundësi me agjëru Ramazanin nuk agjeron, por kalon tek shpagimi nëse ka mundësi me shpagu. I vetmi obligim me cilin njeriu e dëshmon veten se është musliman me karshi Allahut subhanahu wa taala, se është rob i përgjëruar me Allahun azza wa jall, i vetmi obligim ditor është namazi.